Si ndikon kafeja në organizmin e njeriut në temperatura të larta? Ne të gjithë bëjmë të njëjtin gabim që dëmton shëndetin tonë. Nuk mjafton kur njerëzit thonë, e pi kafen me ujë sepse e di që është diuretike. Kam bërritur edhe të ne vala tropikale dhe duhet t'i kushtojmë më shumë vëmendje trupit tonë, që disa zakone të mos na shkaktojnë probleme shëndetësore. Theksi i veçantë u kushtohet njerëzve që nuk mund ta imagjinojnë një mëngjes pa kafe. Sipas këshillave të mjekëve, është e dëshirueshme të dini se si ndikon pija juaj e preferuar për zgjim në trup në temperatura të larta, sepse në këtë mënyrë mund të shmangni efektet e padëshiruara. Përveç kësaj, ata paralajmërojnë se disa udhëzime patjetër duhet t'i ndjekin edhe njerëzit plotësisht të shëndetshëm, sepse nuk janë të imunizuar nga rreziku i të nxehtit përvëlues. Nuk është mirë të pini shumë kafe në verë. Kafeja, e cila normalisht ka ngjyrë të gjelbër, piqet në temperatura të larta, derisa të marrë ngjyrën e saj kafe, në mbi 270 gradë, madje deri në 300. Më pas lidhjet e karbonit prishen në kafe dhe krijohen 19 kancerogjene. Gabimi është se shumë njerëz e nisin ditën me kafe në vend të ujit, sepse një filxhan kafe nxjerr 7 herë më shumë lëngje nga trupi se sa kemi marrë. Dhe trupi kërkon ujë, ndaj thahen indet. Fillojnë ndryshimet në enët e gjakut. Kafeja në mod të nxehtë krijon një problem shtesë sepse nxit nxjerrjen e lëngjeve dhe në verë mund të jetë veçanërisht e rrezikshme, pasi rrit gjasat e dehidrimit të trupit. Është sikur dikujt i digjet shtëpia dhe i shton pak ujë, por edhe benzinë. Prandaj kafeja na bën dëm, nuk është e dobishme, prandaj edhe në verë nuk duhet të pim kafe. Ashtu si alkooli, kafeja përshpejton urinimin. Dhe ne nuk fitojmë asgjë me këtë, vetëm dëmtojmë, e pse t'i shkaktojmë vetes dëme të panevojshme. Këshilla për njerëzit me presion të ulët të gjakut. Pas një filxhani kafeje, zemra humbet ritmin e saj për 3 orë. Megjithatë, njerëzit pinë kafe me justifikimin se kanë presion të ulët të gjakut. Por kur kafeja pihet, ajo vepron në gjendrën mbiveshkore, e bën atë të sekretoj hormonin e stresit, të cilin ne të gjithë e kemi mjaftueshëm. Presioni pastaj rritet vërtet për një kohë dhe kafeja më pas zgjon njerëzit. Por është njësoj sikur dikush të godas me shuplak. Në të njëjtën kohë, shuplaka zgjat pak dhe kafeja qëndron në trup për 72 orë. Nuk duhet të harrojmë se kafeja atëherë, megjithse rrit presionin, pasi një diuretik nxit urinimin. Kështu që presioni me siguri do të bjerë përsëri. Prandaj është më mirë të filloni ditën me ujë. Uji rregullon gjithçka në trup dhe për këtë është mirë të pini 2 gota në mëngjes me temperaturë 16 deri në 18 gradë. Në vend të kafes, gjatë verës rekomandohet të pini çaj me nene gjik, bli ose hibiskus, me mjaltë sipas dëshirës. Kafeja çon në hidratim të reduktuar, por ne mund të përballojmë 2 deri në 3 filxhan të vegjël ose një të madh, me kusht që të shtojmë shumë ujë. Si diuretik, na bën të humbasim lëngjet nga trupi ynë dhe urinimi i shkaktuar nga kafeja mund të na mashtrojë të mendojmë se jemi të hidratuar, edhe kur nuk jemi. Kur pini kafe, do të ishte e këshillueshme që të shmangni kafen me shije dhe aditiv të ndryshëm, shurupe, sheqerna dhe ëmbëltues. Opsioni më i mirë do të ishte të pini kafe në shtëpi dhe ajo të ishte kafe e bërë vet ose ekspres, pa asnjë aditiv dhe sheqer. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.